kushti. Këti debati, le të themi një gjë që është e vërtet. Nuk mundet të... Deri tani ke thonë në gjitha studet dhe bashkë debate, nuk ka investimet tuaja, nuk ka investimet tuaja. Investitorët që po investojnë në Zvërnec, të paktën deri në momentin që flasin, kanë konsumuar mbi 300 milion euro, të cilat janë parat të investuara për dherë pronat. Pra kemi një investitor i cili investon në prona private dhe jo shtetërore. Dhe këtu është në prona private... Në tokat të vjedhura me ndihmën e hipotekës të Edi Ramës. Në tokat vjedhura. Dhe prandaj shurin më shumë se 6 muaj drejtor të hipotekës Vlorës. Një sekund. Deri tani të që është një projekt për të vjedhur. Po nuk është një projekt për të vjedhur, se investitori vjen... Ju doni bëni Trumpin partner të Artur Sheu dhe në tregoni mu zhvillimin. Pra, mbyllim në procesin, pra mund të kemi vjedhje në një investim privat, një investitori huaj, që do investoj në bas propozimit të ti në projektit den, që ka marrë dhe lejen e zhvillim. Pra, ka një projekt ide, i cili po punohet për të kthyer në projekt konkret dhe leje mjedisore konkrete. Pra, këtu jemi në fazën që ka një ide për investuar, ka bler një tokë, që për logjikën e investitorit është një tokë e përshtatshme për të bërë investimin, që nuk ka vjedhje, se këto para kanë shkuar të disa privat, për të cilët, po një sekond më të mbaroj tani, për të cilën, po ti dhe po vjedhë, pra, ku po vjedhë shteti shqiptar, ku është shteti shqiptar, ku është shteti shqiptar, investori privat do argjoj 4 miliard për një investim, po një sekond, pra, përsa i përket tokës, për problematikën që ka me tokën, pra, nëse toka është përfituar në rrugë të drejtë, si mbas asaj që pretendojnë përfitusët, me krim kompensim pronash, me blerje, me çfarë do lloj mekanizmi ata e posedojnë tokën, organet drejtësisë së re, pra SPAK-u po heton. Pra ku është shteti shqiptar këtu? Përveç se nga ky investim 4.5 miliard dollar që investitori ka harxuar 300 milion i ka harxuar sot, ka bler tokën. Tani po harxhon, ku do vjedhë shteti shqiptar? Ndërkohë që shteti shqiptar, unë, ti, Ylli, Batoni, Preci, shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët që janë protestë ose jo, do përfitojnë në mënyrë eksponenciale. Pasi ndërtimi ati investimin kaq të shkallës lartë në botën e turizmit, do të vendosi Shqipërinë në një nyje tjetër turistike. Dhe ne po përfitojmë, jo nga fakti që kemi tokën në Zvërnec, po përfitojmë nga fakti që jemi në Mesde, po përfitojmë nga fakti që jemi tretuar nga Greqia, Kroacia, Italia, Turqia, Malizi, dhe duke qenë në mes, ne jemi pozicioni i fundit ku mund të bëhen këto investime. Dhe shqyqyr që në këtë moment nuk kemi shkuar për të bërë kioska edhe për të bërë golemin, që unë prapë them golemi është një nga polet më të fuqishme të zhvillimit turistik, por i gjithë kjo hapësirë po jepet arkitektëve më të mirë në botë, nuk ka më të mirë se këta që po ndërtojmë, po shkruajnë këto projekte. Mjedisorve më të mirë në botë, nuk ka mjedisor më të mirë se këta, urbanizve më të mirë, pra kompania... Ata mjedisorët që runin me tela me gjëmba, Përveç telave me gjëmra, nuk po flasin për tokë, nuk po flasin për gabimin që u bë me ndërtimin e telave me gjëmra, me incidentin me ato... Ishte gabimi pa falshëm. Ishte gabimi pa falshëm. Për të rujt inxinjerët e mjedisit me tela me gjëmra. Për të kthyer tek ajo që të them para pak. Pra, se kështu keni thënë për protestën, kështu keni thënë për protestën. Është e vërtet që për protesta që keni mbështetur ju, rezultatet janë krejtësisht në kundërshtim me ju, se kundërshtuat të parën ndërtimin e parkut, e lodrave dhe parku Liçenit. Ti vetë ke qënë, unë kam qënë, është një nga zonat më të bukura të Liçenit artificial dhe se kanë dëmtuar fare Liçenit. Batë mund të shbonit turë qëta tjetër për kodrat e Liçenit dhe investuat me forcë për bulevardin e ri, ku investuat me forcë për bulevardin e ri. Se po kalbet në burga i. Është nga rrugët më të bukura të Tiranës, bulevardi i ri që protestuat me që e përmënde të stacionit trenit. Protestuat për atë teatrin. U tha që duhet ruajtur teatrin se këtu do bëhen kulla. Fakti është që po bëhet nga teatret më mos ma thuj gjithë Shqipërisë që është derë në rrugë, se ata duhet jenë të knaqur atere, nga këto punë të mira që keni po. Ta shikosh fakt që në zonën ku është ish teatri vjetër, po ndërtohet një perl e
kësaj fushë dhe teatri ri do tjetë një gjë e jashtëzakonshme. Pra, është e vërtet që ata protestus ndjen qetë kur protestus me të drejtën e tyre. Por ama është fakt që kur ata protestus dhe po këta njerëz që shkruanin këto parrulla me këto memet, me këto pikturat, kanë qenë për armët kimike. Është fakt që Edi Rama i dëgjoi dhe ata u ndjen asnjëri sucënua nga protesta e mrekullueshme që bën për armët kimike. Po këta studentët e asaj kohe me këta njerëz që shkruajnë këto parrullat ishin që bën protestën për studentët. Është fakt që nga ajo protestë askush nuk u cënua. Përveç se qeveria reflektoi, Edi Rama ndroi gjysmën e qeverisë, bëri një dialog shumë të fortë me studentët kudo në Shqipëri, dhe sot kushtet e universiteteve fal asaj proteste që nuk pati asnjë incident dhe ka qenë po aq e bukur sa kjo, mbase jo aq masive, dhe prandaj dhe nga ajo student fituan studentët dhe edhe rrjeti arsimor në Shqipëri. Pra dhe këta janë kaq qetë se kur dinim ne në protestë kur ishin opozit, ishte komplet situatë tjetër, u vran 4 njerëz në bulevard, bëhesh në protesta, sherrë, shamata... Se ata s'kan marrë tomën protest. Prandaj po them. S'kan marrë tomën protest ata. Ta gjejnë tek Edi Rama njeri me cilin ata mund të bashkëbisedojnë. Edhe pse sot do të japi dorëheqje, mos japi dorëheqje, prapa ata e dinë që kjo qeveri e këty në këto 13 vjet i ka dëgjuar disa herë, ku ka qenë për të ecur para projektet ka ecur dhe sot mund të flasim me gojën plot për arritje të jashtëzakonshme në fushën e investimeve për këto që kemi bërë debat, dhe aty ku kanë qenë për të dëgjuar protestat e studentëve, protestat e qytetarëve për armët kimike, padyshim ne kemi atë çfarë themi. Ata që janë ambientalistët është fakt që dhe duhet ta themi, ligji i parë që është bërë në Shqipëri, kur erdhi Partia Socialiste dhe Edi Rama, ka qenë ligji për ndalimin e mbetjeve nga jashtë. 3 herë ka folë Klosi asnjëherë preçi. Pra, ligji parë, qeveria e Edi Ramës ka miratuar në parlament, mora pushtetin me 13-ën, është ligji i 15.000 mbetjeve në Shqipëri. Dhe Shqipëria falat i ligji ka 13 vjetë që nuk i përton mbetje nga jashtë. Jo, po është fakt. Faktin dakord, po fakti tjetër është që Preçi s'ka thënë asnjë fjalë dhe vajti 40 minuta dhe Gjinishi s'ka thënë asnjë fjalë po minuta. Preç. Është vërtet se Zverneti përfaqësonte sintezën e negacioneve të qeverisjes në fuqi. Një minutë se dëgjoj të bën kakofoni. Duke filluar me katrahurën për pronat, duke vazhduar me arrogancën, duke vazhduar me një simbioz midis pushtetit ligjshëm dhe pushtetit okult, nuk merret vesh kush e ka, e me radhë, duke përfunduar tek personalizimi ekstrem i vendimmarrës dhe i pushtetit.